Pastaj tha një shkurta më thellta, shkurta tha po unë kam më thellta kështu. Fjolla tha për shkurtën i ka më thella? Shkurta tha që kam më thellta, kupton? Më thellta? Fjolla tha, normal, se unë se kam kështu, se unë vi nga grande familje në kuptimin artistik fjalës, kupton? Jo, njërë para e përmendën këtë, unë jam prishtinalije, i tha Fjolla, për punën e batutave. Aty ishte sensi. Kjo tha për unë prishtinalije, po tha unë vi nga grande familje, e përmendi aspektin artistik, kupton? U përzi, pasaj se si u bë një lëmsh. Ajo thot, unë jam Fjolla, po tha, unë jam Fjolla ka veçantin time, ti e shkurta, ti ke veçantin tënde. Po çdo njeri ka drejtë të thot, unë jam Alba, unë jam Fjolla, unë kjo jam, e din? Jo se për ta thënë tjetri që ti ja askushi, se kishte në atë aspekt. Pastaj Fjolla i tha se ti po përmend tu familje me u viktimizu këtu brenda loj. Ku shkojnë? Fjolla i tha shkurtës. Aty u prek shkurta. Njëris të bë as karriera, as kjo, e vërtet është, po tema ishte për batutat, tradicionale jo tradicionale. Ka eskalu direkte si kur po preken të njeriu, të karakteri, të kultura njeriut. Kurse ishte thjesht për batutën, stilin e batutës. Pa janë nonën. Po shkurta është pak sensitive, pak po ja përmende fjallën familje dhe vlla. Edhe pse s'ja shanë, s'ja ofendon, s'ja bën, ajo prapë qanë direkt. Mara është shumë normale me konë sensitive, familje. Ama nuk e kishtë aty sensin. Po tash edhe këtë mrana një nivel dhe emocionet. Dhe i tha shkurta nuk ta tha për ashtu se e tha për kështu. Nuk duron një ku. Zdën. Se ta shi këtu, gjithë kemi drejtën tonë me lëvdu familje, se edhim që edhe në dëgjon familja. E ti ku lëvdon familjen tënë para tjerëve që ja tregon vlerat e familjes, unë shemë ndjenjë knajtësi kur ti mi tregon vlerat e tuja të familjes. Nëse je shumë sensitiv, Zdo të se po ofendon familjen time, po tregosh e perior para me. Çdo kush ka qefin e vetë tregoj vlerat e familjes vetë. Shumë normal është ai sen. Se dim që edhe dëgjon. Kështu na tregon ati për veten tënë kush je, se ti ka rrjedh nga jo familje. Po dhe. E kupton? Edhe unë nuk është shajnë njëri po të tregoja për familjen e vetë, për arritjet e familjes. E ka nga knajtësia, nga krenaria për familjen që ka. O shumë thjesht në momentin e parë se shë për shembull se dikush është ma sensitiv, thjesht dish mos e përmend edhe u kry. Po ama shkurta pastaj në fund fare u bë sensitive, pasi iku ajo, e kupton? Në pjesën e çajtjes. Se nuk po çante ndërkohë që po flisnin. Shif, gjithë këna halë e probleme. Po dhe po, jo se të dhe njëri përballën njëjtë. Po. Ama se dikush po lëvdo familjen e ves, do thot se po shaf familjen e tjetri që ka përballë. Eksakt. Duhet me përqafu, me i dhënë duar trokitja. Unë shemë kur fliste Fjolla për familjen e vetë, unë dija knajtësi. Unë knaqem kur dëgjoj familjen e tjetrit ashtu. Them sa bukur. Edhe them inshallah për gjithë sa më mirë. Po normal, se në fund kjo mrana qajna të bona është lojë. Na shtymi me menime, shtymi me sene, po kur vjen puna të familja na kur dolem jashtë a vëdëns. Edhe mu them babi im shu, mami im ashtu, edhin nga knajtësia. E ka lënat nivelin, apo kupton? S'ma marrëmendja që na inat këto mrana të poshtër sa me prek me familje, gjo personali s'kena. E thash, është kur ta nuk ta preku vllajnë e familje për ta shah për ta ofenduar. Kesh opinionin e vetë që mendon se viktimizohesh me atë gjë. Gjithsesi. Se po ta marrësh edhe thellë, neve si njerëz na bën një etapë, po na bën edhe familja për ku kemi dalë, se përcillet gjenetika. Edhe karakteri, edhe emocioni përcillet. Jo gjithmonë, po përcillet. Se jo gjithmonë, se ka për shembull familje që fëmija rritet ndryshe, apo kupton? Ka familje që shumë e mirë, pi u del fëmija, po edhe kundërta. Se ka në një gjen nga një paraardhës tjetër të tillë. S'është puna e gjenit. Përcillet me gjen karakteri edhe emocionin, deri diku. Pa i po, është edhe punën që për përmenti genetike me kromozome, zona qysh për shtatën edhe qysh e lunë rolin genetika, ato pe di. Po në formim të karakteret edhe të personalitetit ma shumë është çështja environment.
shoqënia, shkolla, familja, ku në çfarë rrethonash rritesh dhe çysh e formon të personalitetin edhe karakterin. A parimet, shembull të karakterit emocionit, disa përcillen me gjenetik. Edhe formon edhe përcillen. Po, se puna e këndimit të sen, e ke po që, po dika dhe nona jote me knua, po, e kum përcil si talenta, vëdim. Ka, plët qasë sen. Po përcillet talenti, përcillet edhe një parim, edhe në një ves, edhe në një Do gjona e si. Sa mirë qëtu në zetë. Sa mirë qëtu. E refuzova. Se di, unë kur i dëgjoj, unë knaqem. Bë qefi shumë. Katër hije të dashuris. O veçara jeni gjalla, keni harruar.